pikërisht tani ndërmarrja dhe nisja e këtij peticioni në veri, sepse nëse flasim për Serbinë, asgjë mund të jetë koincidencë, apo jo? Përshëndetje për ju, zonja Denisa, dhe për të gjithë teleshikuesit e juaj. Pra, më njerë po filloj me përgjigjen ndaj pyetjes tuaj, në të cilën pak më parë foli dhe një gazetar nga Kosova. Kërkesë permanente nga ana e institucioneve të Republikës Kosovës që në 4 komunat e veriut të ketë zgjedhje, të gjendet një modalitet i cili është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe një ndër ato metoda dhe mënyra që të shkarkohen kryetarët është edhe përmes peticionit. Edhe pse kërkesat nga ana e Serbisë dhe serbëve të lokal ishin që sa më parë të shkarkoheshin në mënyrë të paligjshme, këta kryetarë institucionet e Republikës së Kosovës nuk kanë lejuar që të shkelet ligji dhe kushtetutshmëria, prandaj në fund kësaj kërkese dhe legjitime nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës ju përgjigjen serbët lokal dhe kjo është mënyra për shkarkimin e kryetarëve në mënyrë që të ketë zgjedhje dhe të jetë pjesëmarrja e serbëve lokal në këto 4 komuna, sepse dihet që numri i tyre ishte jashtëzakonisht i vogël, edhe pse zgjedhjet ishin të lehtëshme, pavarësisht numrit të tyre, në aspektin juridik ishin valide, ndërsa në aspektin moral nuk ishte përfaqësim nga ana e serbëve lokal. Dakor, pra flasim për çështje procedurale, nuk ka asgjë pas për t'u hamencuar. Absolutisht, kjo është çështje procedurale në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. E kuptoj.